shumë i mërzit e lase. Ja t'ju a shpjegoj tani po flas me publikum. O la, për shembull çohet i ropshim që ja ka shi rop gjithë bota, gjithë Shqipëria e shajnë aktualisht live e ja shin rop edhe si thot gjë. Çohet tani më shan mu që jam ke burgu. Se e di thot ky në burg. Tani unë s'di qoj babin ati gjajen kushurit, se s'jam kategori me të përzi familjen me TikTok me këto, se është turpi mathi zotit, a kupto. Edhe ky thot, ky jam burg, thot vari karin, ta shaj Franci, mund duke mja 5 minuta gangster këtu në TikTok duke shajt njërin. A kupto, e më ka shajt mu djerë opshimi. Pa i se disa shumë keqe përjetoj, unë kam 3 vjet myll, jam të shmene labu. I lafe vogël mu, a kupton unë se harroj gjithë jetën i me këte. Ja këtë që mbani mu ropshimi, unë s'ja kisha arru pa mba këte. Mbani dhe këte unë do të shi rop të kozak. Do shes shpijat, o ropshim do të vras. O pil motre. Se s'besohet ty. Nuk besohet ty të shi fsha rop. Nuk besohet ty të shi fsha rop, vetëm maje mene kozak. Edhe ju kërkoj ndjes gjithë juve tjerë vela që po më shifni këtë situatë. Me rop shpije. A bani halal krejt e las. Nuk e meritoj unë t'jem në këtë gjendje ka shtullët të kulturës time të